por nëse nuk do zgjidhesh deputet, ç'do bësh? Patjetër do vazhdoj të jemi angazhuar. Unë do zgjidhem deputet një. Do zgjidhesh? Po. Po absolutisht. Me llogaritë e vitit 2021, 3 deputet jeni nga lista. Sot jemi në 2025. Unë do zgjidhem deputet. Po. Por nuk është përcaktuese e jetës time deputet apo jo, në aktivitet politik kam 34 vite tani më, nga këto vetëm 4 kam qenë deputet, kështu që kjo nuk do të përcaktoj fare një mandat keni. Angazhimin, po unë kam një mandat, fare angazhimin tim politik, përkundër do të vazhdoj, tu ka shumë gjëra për të marrë në politikë, jam njëri i angazhuar, do vazhdoj të mbetem i angazhuar, dhe patjetër do flas dhe do trazoj ujërat e ndenjura kudo që do t'i rastisë në jetë. Nëse Partia Demokratike nuk fiton zgjedhjet e 11 majit, ç'do ndodhë për të? Duhet të iki zoti Berisha? Do të jetë në një pozitë shumë të vështirë. Suksesi i Partisë Demokratike sot ka vetëm një target. Po? Unë refuzoj të diskutoj për numër mandatesh, ka vetëm një target, rrëzimi i Edi Ramës. Çdo gjë poshtë asaj është dështim. Jo, okay, dhe në rast se ndëshkohet patjetër, çdo njeri duhet marrë përgjegjësitë e veta. Do të zoti Berisha jeni duke thënë që duhet të marrë përgjegjësi, duhet të largohet? Patjetër, Berisha dhe gjithë tjerët. Duhet të largohet? Patjetër. Në rast se nuk do të rrëzojmë Edi Ramën, patjetër gjithë do të marrë përgjegjësitë. E kuptova. Dhe përgjegjësitë janë më të mëdha kur jemi në maj.